Valigjet janë bërë gati dhe lotet me zimbahen. E zemrat rrahin më ndryshe, sa më shumë që afrohet dita e nisjes drejt vendeve që miliona besimtar e ndrojnë gjithë jetën. Për shumë haxhiler nga Kosova, udhëtimi drejt vendeve të shenjta nuk është vetëm rrugtim fizik, por udhëtim i shpirtit. Është kryerje e obligimit të haxhit. Njezi Kolgeci nga Gjilani thot se këtë moment e ka pritur për më shumë se 2 dekada, teksa është bërë gati për ta kryer haxhin. Ka 20 vjetë që e kam këtë plan, domethënë që në momentet që i afrohem pensionohem gjithsesi, edhe mundësia financiare del aty, që me shku me kry këtë obligim fetar, obligim shpirtëror, që njeriu është edhe dëshiron me shku me kry haxhin. Ai thot se ndjenja për ta marrë këtë rrugë është e veçantë dhe vështirë për ta përshkruar me fjalë. Është një ndjenjë mirë, një ndjenjë e posaçme njeriu me marrë këtë rrugë. Për shtyllën e 5 të Islamit për haxhin, që njerëzit shumë kush e ndron, shumë kush e dëshiron, po duhet me i plotësu 2 kritere, shëndetin dhe me pas mundësi financiare me shku. Allah i ka ndesh e të çon. Vetëm ai me lejen e tij ndryshe nuk shkohet. Jam shumë i kënaqur nëse arrim me rri atje. Ende s'kemi më shku, po jemi në rrugës sipër. Është pësaj më kënaq atje, me kry ato ritualet që duhet me kry, dhe më kthy me një haxh të pranuar inshallah pe Allahit. 72 vjeçarja Havusha Rahmani thot se ka pritur këtë moment gjithë jetën, teksa që 20 vite kryen hatme me këtë dua. Tashmë po i bëhet realitet. Që 20 vjetë kom po hatme, dhe ta një jetën ja kom kushtuar qësaj. Por pa ardhë dita nuk po vike kur gjohi, po Zotin mi pranoj lutjet për me shku atë vend shejt. O zona që na erdhë dita për me shkuën. Edhe krejt familja janë gëzu, rrethi. Për dikë tjetër, dita më e mirë e jetës ishte lajmi se do të shkonte në haxh këtë vit. Shumë emocione, shumë e kënaqshme. Kënaqësi në jetë që kjo është për mua, që për vizitoj Çabën, me bashkëshortin shkojnë bashkë, dhe bashkëshorti. A dita më e lumtur u ka në ditë kur ma ka dhënë lajmin bashkëshorti, që ka me shku me vizitoj Çabën. S'musha me besue. Më do kësi veqja si andër, son e kom pas dëshirë për numra, për haxh, se kom paramendu që, ama me ndihma e Zotit, saktimi i Zotit, edhe me vetë vetën ju më habit që s'na ka ardhur. Madje, ajo e ka të vështirë ta imagjinoj veten në vendet e shenjta. S'di që shko me përjetu, as vetë s'di. Inshallah me ndihmën e Zotit, në animo se s'pëmoj me besue, dhe sa ta shohme. 80 vjeçari Musa Kadriu po e kryen për herë të 8 haxhin. Ai refuzon të thotë lam të mirë Çabës së bekuar, më shpresen se do ta shoh prap. Po hera e 8 është tash që po shkoj në haxh. Hera e parë kon 1979, e fundit 2012, atë 13 po harroj tash. Po më mirë se çdo herë që sa herë ju më konë në haxh, herën tjetër ju më konë gjithmonë më i gëzueshëm. Asnjëherë s'ku më thonë që u bo boll, po qysh më. Por atë edhe asnjëherë s'ku më thonë në Çabës lam të mirë, po veç ku më thonë mirë u pafshëm herën tjetër. Ai thot se ka gjetur lumturinë e tij duke vizituar vendet e shenjta. Nuk ka send ma lezet, nuk ka ma knatësi, ndonjot, kur gjon, kur shkon atë vendet t'i shef. Ku ka jetua Hazreti Ademi, Hazreti Ibrahimi, Muhamedi a.s. i kanë hecë të vende, i kanë ndërtu, që bon. Kështu që asnjëherë nuk bëhet mjaft. Për disa prej tyre, ky udhëtim ka dhe domethënie personale e emocionale. Namon Krasniqi thot se në Mekë do ta bartë me vete mallin për familjarët që nuk jetojnë më. Vllav ka dek i ri, e kom bajt mall për gjalle. E baba e nona kanë hjek dhem. Një meshinë është 40 kilometra që tu kemi pru drua dhe 5 meshinë. Jemi t'jekën. Dhe thash,
T'jam një mojt diçka në musha, në bo zoti ka bull, bile në djem, nashtë të pjevë letej diçka. E emocionet nuk zbehen as tek ata që këtë rrugtim e kanë përjetuar më parë. Xhelal Osmani, i cili po niset për herë të dytë, thotë se lotet janë pjesë e pandashme e këtij udhëtimi shpirtëror. E se kanë saktu datën, më përdu njerën dy vetë ndryshe, i emocionum, kur po shkon atë se kur e kone dini vend që është një ndjen hala tjetër ma ndryshe, ma e madhe se sa që kur e di se ku po shkon, qysh po shkon. Me ndjenat s'ko mujt mi përballu, ka herë edhe ka ndalë lot vetë pa dashje, ka herë më kalu ashtu veç kryesore. Është shumë një ndjenje, s'u ne përshku njerë me fjallë. Qaja, subhanallah, sidomos për zit kur më shku korsën e ku në lot. E ta është të këshirën për stretën e Teksa emocionet shtohen çdo ditë, familjarët e meqet nuk ndalen se vizituari ata që po bëhen gati për haxh. Në shumë shtëpi, atmosfera tashmë ngjan me një festë shpirtërore. Mes lutjeve, përqafimeve dhe emocioneve që me zimbahen, haxhilerët po numërojnë ditët, deri në nisjen drejt vendeve të shenjta, drejt udhëtimit që për shumë prej tyre konsiderohet kulmi i jetës shpirtërore. 1576 haxhilerë nga Kosova nga dita e premte do të marrin këtë rrugë drejt vendeve të shenjta për ta kryer haxhin.